Nderuar vëllezër besimtar, motra, s'ka dyshim se sa më shumë të thellohet njeriu në çështjet e besimit, sa më shumë të lexoj, sa më shumë të dëgjoj, dhe sa më shumë kontakte të ketë rreth njohurive që e afrojnë me Zotin e gjithësisë, kupton shumë gjëra, pavarësisht se të gjitha ato sekretet e jetës, të gjitha ato enigmat, të gjitha ato paqartësitë, mbase nuk na ndriçohen sepse kaq kapacitet kemi dhe kaq mundësi kemi. Mirë po shumë gjëra na qartësohen gjatë rrugës. Dhe prej gjërave të cilat ne na qartësohen është se robi i cili futet në një raport të ngushtë me Allahun, me Zotin e gjithësisë, ka për të gjetur një Zot i cili është i mirë, i mëshirshëm, shumë shpërblyes, pra shpërblyes i madh, dhe një Zot i cili njeriu e kupton që nuk bën dot pa këtë Zot. Për këtë arsye, njeriu gjatë këtij rrugëtimi dhe udhëtimi drejt Allahut të lartësuar kupton edhe diçka shumë të rëndësishme, që Allahu i lartësuar gjërat në këtë botë i ka përcaktuar në bazë të kritereve të caktuara, në bazë të standardeve të caktuara. Tek Zoti shkohet me kritere dhe me standarde të caktuara. Dhe ne do ndajmë sot shkurtimisht bashkarisht me ndihmën e Zotit një prej këtyre kritereve dhe një prej këtyre standardeve, një prej këtyre gjërave të cilat tek besimtari dhe besimtarja bëhet slogan dhe ecën në përditshmëri drejt Allahut të lartësuar, dhe ky kriter është pikërisht la tahqiranna min al-ma'ruf shay'a. Mos nënçmo, mos nënvleso asnjë gjë prej punëve të mira. Mos nënçmo, mos nënvleso asnjë gjë prej punëve të mira, përderisa është e mundur që ti dhe unë përgjatë ditës, natës, përgjatë jetës tonë, kemi mundësi të kryejmë dhe të veprojmë një punë e cila tek Allahu është e mirë dhe tek njerëzit është e mirë, atëherë mos e nënçmo, mos e nënvleso, sado e vogël që të jetë, sado e papërfillshme që të jetë. Dhe e dini pse? Sepse tek Allahu i lartësuar nuk ka punë të vogla. Një punë e cila bëhet me përkushtim, një punë e cila bëhet me sinqeritet, dhe një punë e cila nëse pastaj automatikisht përcjell dobi dhe mirësi tek të tjerët, tek Zoti nuk ka punë të vogla. Nuk mund të kenë punë të cilat nuk janë të përfillshme. Dhe diçka tjetër shumë e rëndësishme është mos nënçmo dhe mos neglizho asnjë gjë prej punëve të mira, sepse nuk dihet se cila vepër prej veprave që ne veprojmë bëhet shkak për t'ju vullosur suksesi njeriut, mirësia dhe bereqeti dhe suksesi i madh dhe i shumt në jetën e kësaj bote dhe pastaj në botën tjetër kur njeriu del përpara Allahut të lartësuar. Dhe për të qartësuar këtë gjë, le të sjellim thjesht disa shembuj, të cilët jam i bindur që secili prej jush i ka dëgjuar, por më shumë për të na i freskuar dhe për të na transmetuar më mirë dhe më qartë kuptimin e kësaj që jemi duke folur. Çfarë thot i dërguari i Zotit? Duke ju drejtuar pikërisht njerëzve të cilët kanë zemra dhe kanë logjik dhe janë vëmendshëm. Thot, ruhuni prej ndëshkimit të Zotit dhe përpiquni që të arrini shpërblimin e Zotit walau bi shiqqi tamr. Qoftë dhe me një gjysmë hurme. Qoftë dhe me një gjysmë hurme. Çdo thot me një gjysmë hurme, pra edhe nëse ti nuk mundesh që të kesh një kontribut të mirë, ti bësh mirë dikujt me një hurmë të plot, sa peshon një hurmë? Dhe sa kushton një hurmë? Edhe nëse nuk mundesh ta bësh të mirën me një të plot, por mundesh gjysmën, sepse gjysma të lipsat të nevojitet për vete për shumë, apo për fëmijën tënd, apo për diçka tjetër. Atëherë qoftë dhe me një gjysmë hurme. Pastaj shikoni se si i dërguari i Allahut të lartësuar e përshkallëzon dhe thotë, dhe kush nuk e gjen as këtë një gjysmë hurme, atëherë qoftë dhe me një fjalë të mirë. Qoftë dhe me një fjalë të mirë të blej xhenetin, parajsën, kënaqësinë e Zotit dhe mirësitë e Allahut të lartësuar në këtë botë, po ashtu dhe bereqetin e madh që derdhet dhe zbret prej Allahut të lartësuar. Po nëse dikush nuk e gjen apo nuk e ka mundësinë që ta dhurojë dhe një fjalë të mirë, supozojmë një situatë që dikush as një fjalë të mirë në një moment caktuar nuk e thot dot, atëherë qoftë dhe me një buzëqeshje. Pra blija xhenetin, kënaqësinë e Allahut,
arri mirësitë e Zotit, shpëto prej kujt, prej zemërimit dhe prej ndëshkimit të Allahut të lartësuar, me çfarë? Me gjysmë hurme, qoftë me gjysmë hurme, mos e nënçmo, mos e nënvleso. Po nëse nuk e gjen, me një fjalë të mirë. Po nëse në një moment të caktuar as të fjalë të mirë ti nuk e thua dot, atëherë edhe një buzëqeshje që i dhurohet dikujt që mund të ndryshojë gjendjen shpirtërore, që mund ta qetësoj, edhe kjo është sadaka, edhe kjo është kontribut, thot profeti i Zotit. Tani, e kuptojmë orë të nderuar se çfarë feje madhështore kemi. Se çfarë profeti madhështor kemi. Dhe me çfarë standarde shkohet tek Zoti i gjithësisë. Këto janë standardet, këto gjëra ta zbardhi fytyrën. Pikërisht këto kritere, këto standarde dhe këto vepra, këto norma të përditshme ta zbardhin fytyrën, të nderojnë tek Zoti, të shpërblejnë, dhe ky është populli i zgjedhur tek Allahu. Populli i zgjedhur tek Zoti është populli, është umeti dhe janë njerëzit, është bashkësia që ka kontribut, të cilët e adhurojnë Zotin dhe njëkohësisht përpiqen që të arrijnë xhenetin, parajsën, kënaqësinë e Zotit dhe mirësi dhe prestigjin në këtë botë, mese qoftë dhe me thrime për sa i përket mirësive dhe sevapeve. Qoftë dhe me thrime në këndvështrimin ton, sepse tek Zoti i lartësuar nuk ekziston ndonjë vepër që të peshojë sa një thrime. Ne mund të themi mos e gjë e vogël është kjo. Dhe ndoshta e anashkalojmë dhe nuk e veprojmë. Tek Allahu nuk ka vepër që të peshojë sa një thrime. Thot i dërguari i Zotit lartësuar, Allahu i lartësuar i avlerësoi, e shpërbleu një burr, një njeri, i cili ishte duke ecur në rrugë. Dhe pastaj shikon aty një deg peme shkurre që kishte devijuar dhe pengonte kalimin e njerëzve, i bezdiste njerëzit. Pra ndoshta njerëzit për të kaluar në atë rrugë do duheshin që të mënjanonin një herë të degën e kësaj peme, që në një farë mënyre nuk ua pamundësonte kalimin, thjesht ua vështirësonte. I mundonte pak. Ky njeri qëndroi për një çast, u mendua, reflektoi dhe tha: "Kjo shkurre i pengon njerëzit, i mundon njerëzit, i vën në siklet." Mori minuta të caktuara nga jeta e tij, u angazhua, e preu të degën e shkurrës dhe i rahatoi njerëzit. Çfarë thot profeti i Zotit? Allahu ja vlerësoi këtë gjë. Ja vlerësoi këtë gjë, që do thotë ja quajti të madhe, dhe vendosi në peshorën e punëve të tij si vepër të madhe, rahatoi njerëzit, i kushtoi thjesht çaste, minuta të caktuara. Vetëm ju lutem, nëse keni mundësi, bëni pak më përpara që të rahatojmë edhe. Me që flasim për rahatimin tani dhe për një punë të mirë, ja ku e kemi shanse të bëjmë një punë të mirë, secili të bëj një hap përpara, dhe shpresojmë nga Allahu i lartësuar të na vlerësojë Zoti dhe të na japi xhenetin në botën tjetër dhe shpërblim në këtë botë. Allah shpërblet. Çastet të caktuara, minutat të caktuara mori nga jeta e tij, nuk përtoi, nuk e nënvlerësoi dhe nuk e neglizhoi këtë vepër. Allahu i lartësuar i dhuroi çfarë i dhuroi? Xhenetin. Dakord, ai ka qenë besimtar, po, por kjo ishte vepra kulminante që u bë shkak që ky njeri fitoi xhenetin. Nga ana tjetër, përsëri i dërguari i Zotit lartësuar tregon hadithin e mirënjohur se si një grua, edhe e cilëson profeti alayhis salam, kishte probleme me sjelljen dhe me moralin e saj. Pra deri në ato momente e kaluara e kësaj gruaje nuk ishte e lavdëruar. Kishte probleme me sjelljen dhe me moralin e saj. Zbret në pus për të shuar etjen e vetes së saj, pastaj kur ngjitet lart, shikon një qen i cili hante rër, kërkonte lagështirën në thellësi të rërës, sepse donte ujë. Për një moment reflektoi dhe thot: "Ky qen ka nevojë për ujë siç kisha dhe unë." Zbret përsëri në pus, ishte e mundimshme, po. I mori prej kohës, prej mundimit, po. Zbret dhe i mundson ujë, e fali Allahu i lartësuar. Ja vlerësoi Zoti i gjithësisë dhe e fali Allahu i lartësuar. Sepse Zoti i madh shikon në brendësi të njerëzve sinqeritetin që ka në momente të caktuara dhe përfitimin dhe dobin që sjell një vepër. Orë të nderuar, unë jam i bindur që secili prej jush
ka depozituar tek Allahu i lartësuar kontribute të shumta. Unë jam i bindur që ju keni dhuruar dhe keni kontribuar qindarka, mira, ndoshta edhe miliona në rrugë të Zotit, në shërbim të jetimëve, në shërbim të nevojtarëve, në shërbim të fukarejve, në shërbim të borxhlinjve, në shërbim të njerëzve që kanë nevojë. Jam i bindur që e keni bërë diçka të tillë. Dhe jam i bindur edhe për një gjë, që shumica prej nesh dhe inshallah Zoti qofshin që të gjithë prej tyre, këto vepra që kemi bërë i kemi quajtur pak. Po kemi dëgjuar me veshët tanë, këtu me mua, kërkoj vëmendjen tuaj. Kemi dëgjuar me veshët tanë që ata të cilët ne kemi shkuar dhe u kemi bërë diçka të mirë dhe ne e kemi quajtur pak dhe i kemi thënë s'është gjë mor vlla, nuk është gjë, kaq kisha mundësi po s'është gjë. Kanë thënë për ty ndoshta nuk është gjë. Po ti nuk e ke idenë se çfarë mirësie më ke bërë. Ti nuk e ke idenë nga çfarë sikleti mua më ke çliruar. Ti nuk e ke idenë për ty. Kjo ndoshta është pak. Po ti nuk e di se sa e madhe dhe sa e rëndësishme dhe se sa e domosdoshme ishte për mua. Dhe Allahu i lartësuar shikon sinqeritetin e veprës tonë dhe shikon edhe efektin dhe dobinë që ka vepra që ne bëjmë, prandaj ta konsiderojmë dhe ta shndërojmë në slogan të përditshëm, ta kemi të shkruar në ballë. La tahqironna min al-ma'rufi shay'a. Mos nënvleso absolutisht asnjë gjë prej punëve të mira. Dhe nuk ka gjë më të bukur se sa të shohësh të rinj dhe të rejat, besimtarët dhe besimtarët që janë me të vërtet kaq vigjilent për të mbledhur këto thërrime që i quajmë ne të veprave të mira, pse kjo si ai tregtari i mençur, vigjilent i suksesshëm, i cili nuk do që t'i shpëtoj gjatë biznesit të tij, gjatë tregtisë së tij asnjë qindark. Gëzohet me ato qindark, sepse e din që ato qindarkat në fund pastaj çfarë bëjnë? Bëjnë mira, bëjnë miliona dhe kështu shndërrohet dhe kështu formohet kapitali. Edhe besimtari ka një llogari. Ka një llogari vërtet kapitalin e kësaj bote, mirëpo ka edhe kapitalin që është kapitali i sevapeve. Gjithashtu, i dërguari i Zotit lartësuar na tregon ne se Allahu i lartësuar dërgon melekun për t'i marrë shpirtin një personi. Dhe pasi ja mori shpirtin. Dhe ky është komunikim tani që kalojmë në dimension tjetër të botës tjetër, që ne nuk arrim të konceptojmë, thjesht i besojmë në momentin që na vijnë prej Allahut dhe prej dërguar të Zotit. Meleku e pyet. Prej Allahut e kishte udhëzimin. Thot, kujton ndonjë vepër të mirë. Ke ndonjë vepër të mirë me të cilën ti shpreson fort që do shpëtosh tek Zoti apo do fitosh xhenetin. Në këtë moment robi i tronditur i harrojnë që të gjitha dhe thotë, jo, pasha Zotin asnjë vepër të mirë nuk kam bërë. I thot meleku, kujto, mos vall, ke ndonjë vepër të mirë. Pastaj pasi kujto, thot, ajo që më kujtohet tani dhe e vlerësoj si punë të mirë, është që mua alhamdulillah falënderimi i takon Zotit, Allah më kishte dhënë kapital të mirë, më kishte dhënë pasuri. Dhe kisha përzgjedhur që njerëzit që më kërkonin borxh, unë u jepja borxh. Me afat të caktuar, me një periudhë të caktuar, me kushtet e caktuara. Pastaj kur vinte momenti për të më dorëzuar dhe për të më kthyer borxhin, unë u jepja udhëzime fëmijëve që i dërgoja për të marrë borxhin. Dhe u thosha, nëse konstatoni që dikush është në vështirësi dhe kërkon t'ia shty afatin, shtyja afatin. Jepi një afat tjetër. E kishte afatin për sot, shtyja edhe një vit, përderisa alhamdulillah jemi në komoditet. Edhe nëse shikoni dikë i cili është i mbytur, i falimentuar, s'ka mundësi, i thuaj e ke të falur borxhin për hir të Allahut të lartësuar, shpresoj që këtë mirësi ta gjej tek Zoti. Thotë, kjo është vepra e vetme që unë kujtoj tani, të gjitha tjerat i kishte harruar. Atëherë Allahu i lartësuar i shpall melekut, thotë, thuaj këtij personi që Allahu është më meritori për të bërë mirë. Ky njeri bënte mirë, Allahu është më meritori për të bërë mirë, për këtë arsye do ta trajtojë këtë person me mirësinë e tij dhe me mëshirën e tij, është i falur prej Allahut të lartësuar. Është i falur prej Allahut të lartësuar. Ky njeri këtë vepër nuk e quante shumë, e quante normale. Më ka dhënë Zoti pasuri, pse të rinë aty të myken kot, e ka mundësinë, atëherë u jap borxh njerëzve. Dhe shikoni se çfarë, dhe ecte me udhëzimin profetik, lehtësoj që të lehtësohet prej Zotit. Lehtësoni dhe mos vështirësoni, qetësoni dhe mos rëndoni zemra. Dhe Allahu i lartësuar e fali dhe e mëshiroi. Një ditë tjetër, ndodhi që ishte një grua në xhami,
e cila kishte si projekt personal, kujdese për higjienën e xhamisë, për pastërtinë e xhamisë. Vetë, askush nuk e kishte detyruar, askush nuk e kishte emëruar, thjesht e kishte si projekt, dua që shtëpia e Zotit lartësuar, unë t'jap kontributin përveç se vi dhe falem, në momenti që e kam mundësinë, e kam kohën, e gjenda mundësinë dhe e pastronte. E kjo grua ishte një nën e moshuar me ngjyrë, ndron jetë gjatë natës. Të afërmit, familjarët, besimtarët e përgatitën e qefinosin, i falën xhenazën, e varrosën gjatë natës dhe nuk e lajmëruan profetin alayhis salam. Kaloni ditët dhe i dërguari i Zotit lartësuar nuk po shikonte më këtë grua. Thotë kush filania? Thanë i dërguari Allah, po ajo ka ndruar jetë. Ka ditë që ka ndruar jetë. Thotë ka ndruar jetë? Thotë, po ju nuk më lajmëruat? Thotë i dërguari Allah, ndroi jetë gjatë natës dhe ne tham mos të shqetësonim dhe përgatitëm vetë dhe ja falëm ne vetë xhenazën. Dhe tham mos të shqetësonim. Në këtë moment profetit e Zotit i ndryshoi fytyra. Dhe u transmetoi atyre një pak kënaqësi, sepse u duk sikur nuk ja dhan kadrin, vlerën dhe pozitën kësaj gruaje, dhe sikur e nënvlerësuan çështjen e saj. Tha profeti dhe u shpreu dhe u transmetoi këtë gjë profeti alayhis salam. Thot më tregoni ku është varri i saj, ku e keni varrosur. Shkuan me dërguarin e Zotit dhe thanë ky është varri i saj. Aty i fal profeti alayhis salam xhenazën vet. Dhe pastaj u drejtohet dhe thot këto varre janë rësirë, janë gropa të errta, të cilat i ndryshon Allahu i lartësuar nëpërmjet namazit që ne u falim të vdekurve. Namazit e xhenazës, lutja që ne bëjmë. Dhe i ndryshon Allahu i lartësuar nëpërmjet këtij namazit që unë ja fal. Janë rësirë, gropa të errta, që ndryqohen në sajt të punëve të mira, në sajt të këtyre thërrimeve që ne jemi duke folur, të këtyre punëve që ndoshta ne i kalojmë dhe nuk i vlerësojmë, por tek Allahu i lartësuar peshojnë jashtëzakonisht shumë. Prandaj orë të nderuar, o ju besimtarë të cilët e keni ndriçuar tashmë jetën tuaj me dritën e besimit dhe keni si manual Kur'ani famëlar dhe si model profetin e Zotit, dhe ne që synojmë xhenetin dhe ne që synojmë çdo të mirë në jetën e kësaj bote, mos ihris ala ma yanfauk, tregohu i kujdesshëm ndaj çdo gjëje që është e dobishme. Mos nënvleso, mos nënçmo asnjë punë të mirë, qoftë ato klasike në mënyrë të drejtë për drejtë që të shtyllat e Islamit apo simbolet e kësaj feje, dhe qoftë veprat e tjera të mira të cilat transmetohen tek njerëzit apo tek të gjitha gjallësat. Marrim anën tjetër. Ja muflis, o i falimentuar. Një ditë një person, e kujdes, ishte person fisnik, besimtar, i thot dikujt në një debat, në një diskutim, i thot o i falimentuar, o i mbaruar, o njeri trok. Kaluan 40 vjetë. Pas 40 viteve dhe ishte njeri me ekonomi, me potencial ekonomik, pas 40 viteve e gjeti veten borxhli. Pa nga njeri i pasur dhe me ekonomi, e gjen veten e tij borxhli. Dhe mblodhi një ditë fëmijët, të afërmit, të dashurit, dhe u thot: unë e di pse jam sot në këtë gjendje. E di pse jam sot në këtë gjendje. Sepse përpara 40 viteve, në një debat e sipër, i kam thënë dikujt o i falimentuar, o i mbaruar. Pra unë jam dikushi, kurse ti e kush je ti? Ti je trop. Je falimentuar. Unë e di. Një fjalë, siç thot profeti i Zotit, ndodh që dikush thot një fjalë. La yulqi laha bala. Nuk i jep shumë rëndësi kësaj fjale. Po kjo fjalë zemëron Allahun, shkatëron dhe shpirtrat e njerëzve. Ua shkatëron jetën atyre. Vetëm për hir të kësaj fjale, e merr dhe ndëshkon Zoti i lartësuar këtë person 70 vjet në zjarrin e xhenemit. 70 vjet në burgun e Zotit. Një fjalë. Nuk i dha ndonjë rëndësi, mos e një fjalë goje, pse e more kaq të madhe, i themi ne. Një fjalë të thash morë vëlla, pse e more kaq të madhe? Si pse e mora kaq të madhe? Ti shkatrove jetën. Shkatrove jetën. E bëre që të ndihet poshtëruar. E bëre që të ndihet i turpëruar, të mos çoj kokën përpara njerëzve. Si, një fjalë tek Allahu nuk është një fjalë, po sa peshon kjo fjalë tek Allahu lartësuar? Vallë sa peshon? Të shkatrosh ditën e dikujt,
të shkatrosh jetën e dikujt, të shkatrosh nderin e dikujt, të shkatrosh pasurinë, të hash pa drejtësisht pasurinë e dikujt. Kujtohen kështu se tek Allahu i lartësuar kalojnë kështu pa vlerësim? Jo, një fjalë, ose një vepër, ose 5.000 lekë i vodha. Pak janë, mos e bëj kaq të madhe. Jo, nuk ka kaq të madhe. Janë shumë të mëdha tek Zoti i gjithësisë. Prandaj besimtari është fisnik, është i kujdesshëm, matet, peshon fjalët, i vlerëson të mirat, i shmang të keqijat dhe kujdeset të mos zemëroj Allahun dhe të mos provokoj dhe të mos shkatërroj zemrat, ndjenjat dhe jetët e njerëzve. Ky është besimtari. Namazi ton në këto vepra përkthehet, agjërimi që ne agjërojmë në këto vepra përkthehet. Këto janë frytet e adhurimeve tona. Këto janë frytet e kësaj xhumaje që vim në xhami. Dalim jashtë pasi kemi falur xhuman dhe jetojmë si musliman. Jetojmë me këto parime. Prandaj tek Allahu nuk ka diçka që peshon pak, por ka gjëra të cilat peshojnë jashtëzakonisht shumë. Dërguari i Zotit lartësuar dhe nga ana tjetër për ta plotësuar hadithin, dhe ndodh që dikush thot një fjalë, po fjalë që e kënaq Allahun, e qetëson dhe zemrën e dikujt. Allahu i lartësuar e ngre në grada të larta në paradis dhe në xhenet dhe i arrit prestigjin në jetën e kësaj bote. Një fjalë, nuk i jep shumë rëndësi, e përgëzon dikë, e uron dikë, lutesh për dikë, e komplimenton dikë. Ja zbukuron jetën. Mashallah sa bukur dukesh sot. I ka ardhur një sukses të begatov Zoti në mirësinë tënde. E ka begatuar Allah me fëmijë apo me pasuri apo me një sukses, lutesh për të. Ja ndryshon, e gëzon shpirtin e tij, ja ndryshon ditën, jetën, ta vlerëson Zoti të rrit prestigjin në këtë botë dhe njëkohësisht të rrit gradën në botën tjetër. Kështu është. Allahu i lartësuar i trajton njerëzit me drejtsinë e tij dhe me mirësinë dhe me mëshirën e tij. Gjithashtu profeti i Zotit na ka lajmëruar ne se një grua e mori dhe e futi Allahu i lartësuar në zjarr. E dini pse? Thjesht se shkaktoi ngordhjen e një mace. Mace, se mos e dëgjoni keq. Mace, e mori dhe e lidhi. As nuk e ushqeu dhe as nuk e la të lirë të shkonte dhe ta gjente vetë ushqimin e saj. Nuk të bezdis, nuk e dëshiron, po, zire jashtë dere dhe shkon dhe gjën vetë riskun e saj. Jo, kjo grua e manifestoi ligësinë e saj duke e lidhur të mace dhe e torturoi derisa ngordi. Dhe Allahu i lartësuar e mori dhe e futi në zjarr. Një mace. Ja. Kjo grua mbas e falej. Mbas agjëronte, siç thot në transmetimin tjetër, i thanë oj dërguari i Allahut, bëhet fjalë për filanen. Ajo falet shumë gjatë natës, ajo agjëron shumë gjatë ditës. Mirë po, e mundon komshiun apo komshien e saj me gjuhën e saj. E mundon, me përgojime, me thashetheme, me intriga, me ofendime, me gjëra të tilla. Profeti i Zotit tha, ajo është në zjarr. Ajo do të jetë zjarr, ajo do të shkojë nga Allahu i lartësuar. Pse? Sepse janë disa vepra që tek Zoti i lartësuar janë peshojnë shumë, edhe pse tek sytë e njerëzve duken sikur janë pak. Në një moment të vështirë për muslimanët, bën thirrje profeti alayhis salam, jepni sadaka, kontriboni, e kërkon tani momenti kërkon që të jepni sadaka për ndihmuar të varfrit apo për përmbushur nevojën dhe boshllëkun që ishte. I shikoje se si dorën që të gjithë prej xhamisë dhe shkonin në shtëpitë e tyre dhe pastaj vinin me çfarë posedonin. Kishte prej tyre që vinin me kapital të konsiderueshëm dhe i jepnin sadaka dhe kontribut. Kishte prej tyre më të nderuar që vinin me një tas me hurma, një tabaka me hurma. Kaq kishte mundësi. Diku aty si prit në cep të xhamisë rinin hipokritët, dy fytyrshat. Ata njerëz të cilët janë gjithmonë prit. Kur nuk del kontribut prej tyre, por kontributi vetëm i tyre është për të marrë me njerëzit. Për të marrë me njerëzit. Dhe kur shikonin njerëz që vinin thjesht për të kontribuar me një tas me hurma, diçka shumë e vogël, thoshin, po pse për këtë gjë ka nevojë Zoti? Ku shkon ti me këtë kontribut? E quani pak, për këtë gjë ka nevojë Zoti? Shumë pak. Kurse kur vitet dikush me një kontribut të madh, të konsiderueshëm, thoshin,
Mos e ky e bën këtë gjë për të dukur, për të thënë njerëzit që sa bujar është dhe sa i pasur është. Pra nuk absolutisht asnjëherë nuk gjeni rahat. Tek Zoti edhe një herë theksoj, absolutisht nuk ka diçka që është e vogël. Prandaj një fjalë, një gjysmë hurme fitohet xheneti. Një fjalë e mirë fitohet xheneti. Një buzëqeshje fitohet xheneti. Një heqje e pengese nga rruga fitohet xheneti. Nëse i bën mirë, qoftë dhe një gjallëse që ka shpirt, ka jetë, fitohet xheneti, fitohet parajsa. Ashtu si kundër fitohet me këto punë të vogla, ashtu humbet xheneti dhe parajsa me punë të cilat në sy tonë dhe përpara nesh mund të duken të vogla. Tani folëm pak për konceptin e punës së mirë dhe për sloganin që ka besimtari që duhet të shfrytëzojë jetën për të bërë sa më shumë mirë dhe të mbledhë këto thërime. Tani ku dua të dal? Sot në këto ditë ne jemi në 10 ditëshin e parë të muajit Dhulhixhe. Janë ditët më të mira të vitit, të cilat pastaj kulmojnë me Kurban Bajramin, që është ditën e Xuman e ardhshme. Përpara Kurban Bajramit është dita e Arafatit, që është ditën e njëjtë, që ne duhet ta agjërojmë. E përqyeshme është, nuk është e obliguar, mirë po profeti i Zotit Muhamedi alayhisalam ka thënë, unë ju garantoj dhe shpresoj nga Allahu i lartësuar që ai që e agjeron këtë ditë t'i falen gjunahet e 2 viteve, e vitit kaluar dhe vitit aktual, i falen prej Allahut të lartësuar. Është dita e njëjtë që ne na mundsof Zoti ta agjërojmë, dita e Arafatit, ku haxhilerët do të jenë mbi kodrën e Arafatit dhe është kulmi i ditëve, dita më e mirë e vitit, ku Allahu i lartësuar shpërblen si asnjë ditë tjetër, ku Zoti i gjithësisë fal dhe mëshiron dhe liron nga regjistrat e zjarrit xhenemit si asnjëherë tjetër. Derdh Allahu i lartësuar jo vetëm mbi ata që janë në kodrën e Arafatit, po mbi gjithë njerëzit e mirë, mbi gjithë muslimanët, besimtarë dhe njerëzit e mirë, derdh, nuk them jep, derdh mëshirën e tij, faljen e tij dhe shpërblimin e tij. Dhe njeriu më i mirë atë ditë është ai që nuk e shfrytëzon këtë ditë dhe ai që mendon se Allahu i lartësuar nuk i mëshiron robërit e vet. Për këtë arsye, këtë ditë ne e shfrytëzojmë me agjërim, me punë të mira, me lutje, me këto thërimet, mbledhim këto thërimet që të adhurimeve të mira që ne tham, por gjithashtu, përveç se jo vetëm ditën e Arafatit, këto ditë deri në ditën e Kurban Bajramit, që është ditën e Xuma, ne duhet të angazhohemi me punë të hajrit, me punë të mira. Me gjuhën tonë përkujtojmë Zotin, përpiqemi mos të lëndojmë njerëzit. Me pasurinë tonë, edhe nëse e bëjmë program, çdo ditë qindar ka caktuar apo shumë të caktuar ta japim sadaka, sa mirë është. Namazin bëj ditët më të mira të vitit, ku të marrësh një vendosmëri dhe thua unë tani do filloj dhe do afrohem tek Zoti, do ndërtoj një standard, do t'i fal që të 5 takohet e namazit. Nuk të pengon o vllai nderuar dhe motrë nderuar namazi nga biznesi tënd. Përkundrazi do ta shtoj më shumë bereqetin në biznesin tënd. Fal namazin, do të rriti prestigjin, do të shtoj pasurinë, do të shtoj begatinë dhe lumturinë në jetë, në përditshmëri. Fal namazin, është lidhje me Zotin, është kontakt me Allahun, është raport i ngushtë me Zotin e gjithësisë dhe është mënyra më e mirë për të qenë dikush tek Allahu i lartësuar. Prandaj bëjmë sa më shumë mirë në këto ditë, i shfrytëzojmë se janë ditët më të mira të vitit ku Allahu i lartësuar shpërblen si asnjë ditë tjetër.